Dolce dhe Edi po kalojnë gjithnjë e më shumë kohë me njëri tjetrin, aq sa kjo po bie në sy edhe tek banorët e tjerë të shtëpisë. Çdo ditë që kalon, ata duken më të afërt, më të qetë dhe më të lirshëm në prezencën e njëri tjetrit. Madje, shpesh shihen të ulur pranë, duke biseduar me tone të buta, duke qeshur me batuta të vogla dhe duke ndarë mendime për situatat brenda shtëpisë, në obor, kur po pinin kafen e mëngjesit. Disa banor I vrojtonin nga larg dhe vërenin së dyshja dukej si të shkputur nga zhurma e shtëpisë. Dolce I fliste Edit me një qetësi të rrallë, dhe ai e dëgjonte me kujdes, gjë që nuk e bën shpesh me të tjerët. Disa banor komentojnë mes tyre se kjo afrimitet nuk është I rastësishëm, se diçka ka ndryshuar në energjinë e tyre, në ambientet e brendshme, situata është njësoj. Ata shpesh përfundojnë duke ndenjur në të njëjtën tavolinë, duke bërë plane për lojën, duke diskutuar strategjitë e banorëve të tjerë ose thjesht duke folur për gjëra të vogla që I bëjnë të ndihen të relaksuar. Banorët e tjerë ndonjëherë I ngacmojnë me shaka për faktin që janë bërë gati të pandar, por Dolce dhe Edi vetëm qeshin dhe vazhdojnë bisedën, pavarësisht komenteve të shtëpisë. Ata duken si dy persona që po e gjejnë ritmin e tyre dhe po krijojnë një lloj afërsie të veçantë. Pa zhurmë dhe pa dramat që të tjerët zakonisht sjellin. Atmosfera mes tyre është e qetë, e lehtë dhe duket qartë se po u pëlqen shoqëria e njëri tjetrit, aq sa të gjithë fillojnë ta vërejnë.